Ndërkohë thashë se do të flasim për rastet emergjente. Edhe jo çdo herë, qofshin ato të vogla apo të mëdha, jo çdo herë i trajtojmë me seriozitetin që duhet i trajtojmë. Shpesh i injorojmë rastet, ndonjë rrëzim, ndonjë ku ta diun. Çka konsiderohet rast emergjent, doktoresh Vjollca, që duhet pa e mendu 2 herë me ardhur drejt në emergjencë? Rastet emergjente janë të shumta, rasti që cek edhe ti që ka raste shumë. Mirë po, ato që janë me emergjente që nuk duhet të neglizhohen, normal, aksidentet e trafikut duhet patjetër të vinë. Këtu bëjnë pjesë edhe traumat të rënda që janë si pasojë aksidenteve, pastaj munden si pasojë ramjes nga lartësia ose në goditje me mjetët të mprehta ose me armë zjarri, këtu duhet patjetër të lajmërohen. Pastaj dhimbja e gjoksit që ka të bëjë me një sulm në zemër, pastaj kemi të bëjmë me sulmin në tru që nuk pret, duhet patjetër me ardhur. Pastaj goditja nga rryma elektrike, duhet patjetër, djegje të shkallës së rëndë ose edhe të shkallës më të lehtë duhet të lajmërohen. Pastaj kemi të bëjmë edhe me intoksikimet me barna, do të thonë helmimet me barna, me droga ose me substanca tjera. Pastaj reaksionet alergjike, patjetër ato duhet të kërkojnë trajtim mjekësor në qendrën emergjente. Ka edhe nga rastet e lehta, mirë po këto janë që janë më të rënda që duhet patjetër trajtohen nga ne. Ne do të mundohemi pak a shumë t'i përmendim rrugës gjatë bisedës të raste të gjitha nga pak. Megjithatë, është një adrenalin e madhe orari i punës suaj. Prej momentit kur shkoni deri momentin kur largoheni, rast pas rasti ka çdo herë. Edhe gjithmonë borra është e njëjtë, pavarësisht e lehtë apo e rëndë rasti. Sfida e një mjekit emergjencës është sepse është orari i tërëzgjatur, që po thuhet edhe vetë, domethënë është me kujdesari. Pastaj është fluksi tepër i madh i pacientave. Pastaj është familjar që përballen me një smundje të familjarit të papritur, sidomos aksidentet që nuk i presin. Domethënë është ajo një përballje me secilin rast, me secilin pacient, me secilin person, është një përballje jona, mirë po përpiqem mi kuptu, përpiqem ju jap ndihmë, kështu që jemi të përgatitur edhe për këtë.